një bashkëftetar dhe një herët reporteri i luftës i Radios Kosova Alir dhe i Kosova Press. Shumë i nderuar zoti Habib Zogaj. Të nderuar pjesëmarrës, familjarë të dëshmorëve, përfaqësues të pushtetit lokale qendror, të dashur bashkëftetar. Sinqerisht, jam të papërmbajtur emocionet në krushën e Ushin Hotit, e të aq shumë martirëve e dëshmorëve të kombit. Sot këtu jam për të evokuar një sekuencë të shkurtër me dëshmorin e kombit Enver Duraku, edhe me thënë e me shkarku shpirtin tim me një peng të sot e 20 viteve më parë. Sekuenca ndodh në praninë e 4 personazheve, pranë ambulancës së Pagarushës. Ndodhemi, s'di se si ndodhemi, 2 Envera, Enver Duraku tash dëshmor kombi, një Enver Seniku, një teknik medicinal i zhvilluar i madh i rritur, profesor doktor Sabahattin Cena, që është sot këtu, e të cilin e përshëndes po ashtu, edhe unë, i shkreti Habib Zogaj. Vije një djalë që kishte më pak se gjysmën e moshës ime ato ditë. Vije nga vija e frontit me një plak në stomak e një tjetër në njërin nga këmbët e tij. Enver Seniku e merr pezull nga mjeti me cilin kishte ardhur dhe e fut në ambulancën e Pagarushës. Unë dhe ky profesor doktor Sabahattin Cena që sot ndodhet këtu e që mund të më demantoj po deshti, i ja heqim uniformën. Atëherë shohim një plak në stomak nga granata sigurisht, e madhe. Edhe njëra nga këmbët të bluara nga, po ashtu sigurisht nga granata. Profesor doktor Sabahattin Cena më thot, gazetar, merr uniformën se e kem afër shtëpinë dhe dërgoj në shtëpi që t'i ruash. I thëmë gjithsesi, profesor. Enveri transferohet në spitalin ushtarak që ishte po aty në Pagarush 200-300 metra mbi ambulancën, mbi shtëpinë e ambulancës, në shtëpinë e Azem Krasniqit. Për ekzaminim të matutjeshëm, ata kanë disponuar disa nga mjetet, kanë pas edhe rentgen. Unë e dërgoj uniformen e Enverit me gjithë mërzin për një shok më pak, për një djalë të ri në familje. I them gruas që sot e kam këtu me vete, kjo uniform të lahet me një respekt veçantë. E merr me knatësi, e me dhëmbje, me mërzi dhe kjo. Edhe më thot, Habib, ti që dhe uniformen tonë se moti nuk e ke ndru, po i lajtë të dyat. Gruaja e lanë uniformën time dhe të Enver Durakut. Po e thëmë për herë parë publikisht, dikujt nga Krushanët ja kam thënë, kur s'kam pas rastin të takohem me familjarë të tij të ngushtë, edhe pse kam kërkuar 2-3 herë. I lanë edhe i le në mes dhomave për të terur, pak më shpejt, aty ku ka pas edhe nxehtje. Të nesërmën turjakën e përfshin ofanziva. Turjaka digjet edhe shtëpia ime, digjet edhe uniforma e dëshmorit kombit Enver Duraku edhe ajo imja. Nga sot, jam pak më e shkarkuar se e thash një të vërtet para banorëve të tij, para familjarëve të tij. Lavdi dhe shporëve të kombit.